për herë të parë për konvertimin në vaj gatimi, mendoja se do të ishte ndërlikuar. Por ajo që zbulova është se është e thjeshtë, e pakushtueshme, dhe më e mirë për mjedisin. Dhe të gjithë mund ta bëjnë sot. Dhe më e bukur është se është e shijshme. Motori dizel origjinal është projektuar për të punuar me vaj kikiriku dhe ka punuar me vaj kikiriku. S'kishte pse punonte me naftë. Nafta nuk ekzistonte aso kohë. Studiuam komponentët bazë dhe e bëm të funksiononte. Bëm disa përshtatje në sistemin e karburantit dhe në sistemin e ndezjes që të ndizej me vaj gatimi. Dhe kjo na lejoi të krijonim një sistem shumë të thjeshtë që kërkon 2 deri në 3 orë për të instaluar dhe ndizet me njëherë si me naftë. Dhe klientët mund të furnizojnë makinat me naftë standarde, vaj gatimi ose vaj të përdorur nga restorantet vendase. Për admiruesit e biokarburanteve, vaji mbetur është 2 herë më ekologjik. Ruan ajrin dhe emetimet e dëmshme të gazit dhe riciklon një produkt të mbetur në të njëjtën kohë. Mjaft më me pika karburanti. Është koha të futemi poshtë kofanos me mjeshtër majkur. Dhe duke punuar me mua, do të çojmë nëse do të durojë një mësim të vërtetë të tipit biokarburanti për idiotët. Është koha të ndërtojmë xhudit një makinë që ecën me vaj gatimi. Atëherë do të konvertojmë këtë Mercedesin e vjetër. Kjo makinë punon me naftë dhe kur të mbarojmë pas pak orësh, do të punojmë me vaj perimesh. Po, mezi po pres ta shohtë. Shumica e klientëve të Lovecraftit sjellin makina klasike si Mercedes Turbo Diesel të viteve 1980. Gjithashtu edhe makina më të reja me naftë si Volkswagen, madje edhe makina sportive. Ato kanë doma të mëdha motori, janë projektuar për të punuar me naftë dhe kanë dizenjo rezistente. Mercedesi 300 ST i vitit 1983 i xhudit është gati për pompën e biokarburantit. Por si do ta konvertojmë majku dinosaurin e naftës së xhudit në një makinë që punon me graso? Problemi kryesor me vajin e gatimit është se është me i trash. Duhet ta ngrohesh, ta filtrosh dhe ta pomposh. Praktikisht ne instalojmë një ngrohës, një filtr dhe një pompë. Janë thjesht modifikime. Atëherë do ta bëjmë këtë? Do ta bëjmë. Shumë e thjeshtë. Më fol pak për pompën. Çfarë pompon? Për çfarë është? Pse duhet ta bëjmë? Është një pompë e vogël elektrike që ndihmon të tërheq vajin e ftohtë më të trashtë të gatimit nga serbatori. I heq një pjesë të ngarkesës së pompës aktuale mekanike që ndodhet në motor. Pra pompën që është aty do ta përdorësh prapë. Po. Ajo pompa e shtyn. E tërheq. E tërheq? Po. Edhe kjo e tërheq. Po. Por pompa nevojitet që të fus vajin në filtr. Pompa e Lovecraftit tërhiqnin vajin më të ftohtë të gatimit nga serbatori. Për ta bërë motorin bio, sistemi unik filtron pa pastërti dhe ngro vajin ndërkohë që ai kalon përmes linjave të karburantit. Nuk nevojitet asnjë serbator shtesë apo ndezje nafte. E thjesht, inteligjente. Atëherë do të vendosësh filtrin, do të vendosësh pompën si dhe këmbyesin e nxehtësisë. Kaq? Dhe do t'i japim dorën e fundit. E drejtë, kështu mendoja edhe unë. Fantastike. S'ke nevojë ta zgjedhosësh. Thjesht e hap dhe rrjedh. Pra thjesht ngro këtë mekanizmin. Me ujë? Po. Që ngro vajin e gatimit, hollohet dhe bëhet më i djegshëm. Dhe lëngu, vaji i gatimit futet brenda, hyn nëpërmjet filtrit dhe pastaj del. Dhe ky është një bllokues grimcash. Mirë, pra, konvertimi i Lovecraftit bën që çdo makinë biset të punojë me vaj gatimi. Atëherë Phil, kjo është pika jote e karburantit. Kjo është. Nuk do të them karburant. Jo, kjo është pika ime e furnizimit. Për të përpunuar mbetjet e vajit e restoranteve në shtëpi, Phili ka një metodë të thjeshtë. Është thjesht një enë. Aty mbaj vajin tim të filtruar, gati për ta pompuar. Këtu brenda, kjo është thjesht një vërim në kapak. Ky është çorapi i mjerës. Ky është filtri. Ashtu është, aroma Është e mirë. është si kuzhina e një restoranti apo jo? Pasi e kullon, Phili e pompon vajin në bidonët plastik për ta çuar tek makina e tij. Ose më saktë më detyron mua ta bëj. Tani duhet ta nxjerrim që aty për ta pompuar. A mund ta bësh, të lutem? Patjetër, mirë. Vetëm para. Pompa ka 2 drejtime. E kam rregulluar. Ja ku doli. Shikoje, duket bukur. Është vërtet e bukur. Kjo u filtrua. Vaji i artë. Vaji i artë. E pranoj, kjo më lëgoj hapur. Ke impjantin tënd. Është shumë fantastike. Po. Nëse do ta bënin të gjithë këtë, Do të na mbaronte vaji gatimit. nuk do të kishim më çfarë të gatuanim. Sa për ndryshimin e biokarburantit, Phili thotë që nuk është as pak e vështirë. Por është aroma e biokarburantit ajo që tërheq më shumë. Kalojnë pranë meje me makinë dhe thonë, kjo aroma ç'po ndodh? Vjen era barbecue. Kur vaji nuk mund të përdoret më në kuzhinë, hidhet prapa dhe jepet një jetë e re, si karburant për Mercedesin e Philit.
Kjo është pika ime e karburantit. Çdo kuzhinë duhet të bëjë diçka me vajin e mbetur. S'u lejohet që ta mbajnë brenda. Prandaj shumica e restoranteve kanë diçka të ngjashme, një kazan për vaj. Po sikur të mos duash të futesh nën kofën. Kam dëgjuar për diçka që quhet biokarburant, dhe që mund të futet direkt në të gjitha makinat dizel. Nuk është nevoja të bësh konvertim. Dhe gjëja më e çmendur është se mund ta bësh në garazhin tënd. Shikoni këtë rebel të energjisë ekologjike. Zjarfiksi nga San Francisco jugore, John Grimaldi, dhe miku e kërcëntari i biokarburantit Alan Priory, kanë ngritur këtë pikën e karburantit në shtëpinë e Johnit. Në këto dy cisterna, ata po përzien atë që mund të jetë karburanti i ardhmes. Pak nga kjo e pak nga ajo, merr këtë e ço atë. Mirë, është pak më e komplikuar se kaq. Prodhimi i biokarburantit përfshin hollim dhe filtrim vaj të mbetur gatimi me kimikate, si sodë kaustike, metanol, në mënyrë që një motor normal dizel ta djegë siç është. Pikërisht, atë që Lovecrafti e bën nën kofano, ky karburant e bën para se ty në serbator. Ky është vaji restorantit që përdorin. Siç e shikoni, cilësia e këtij vaji është shumë e mirë. Kërkon pak përpunim dhe do të kemi ca biokarburant të mirë. Po dhe prizën e ngrohësit që është fundi i cisternas. Shohim që nxehtësia po rritet dhe po e bën vajin të vlojë. Zakonisht, duhen rreth 3 orë për ta ngrohur vajin deri në 54 gradë, e pastaj unë fik ngrohësin dhe ndez pompën. Kur ndizet ajo, metanoli dhe vaj përzihen bashkë dhe krijojnë atë që kërkojmë. Nis procesi i pastrimit, e lëm të bjerë dhe pastaj thajmë glicerinën që ka mbetur. Më pas e transferoj në cisternën e larjes, e vloj dhe kur pastrohet e hedh nëpërmjet filtrit në bidonin e makinës dhe pastaj hedh në sarbatorin e saj. Skam se të ngrihem në mëngjes e të vrapoj te pika e karburantit para se të shkoj në punë. Nëse s'kam shumë karburant, hedh 20 litra dhe nisem. Ka edhe aromë të mirë. Për më pak se $1 për 4 litra ja blen. Për më tepër është karburant ekologjik. Sa më e lartë jetë përqindja e vajit e përpunuar të gatimit në përzierje, më të ulta janë emetimet e dëmshme. Praktikisht për motorët biokarburanti është shumë i mirë se sa karburanti normal. Motori jeton më gjatë me biokarburant se sa me karburant normal. Arsyeja kryesore pse kam zgjedhur ta përdor është që të mbështes fermerët amerikanë. Është një drejt bazë, të cilën duhet ta kenë të gjithë. Duhet të ndihemi mirë për karburantin që përdorim. Jam ndjer shumë mirë me karburantin, sidomos këtu në Biofuel Oasis, sepse përdorim vaj të ricikluar. Ka një ndikim më të vogël në mjedis dhe është më efikas. Po ndihem shumë mirë. Kushdo mund të blejë një takëm konvertimit të Lovecraftit e ta shndroj makinën nga makinë që punon me lëndë djegëse fosilesh në makinë që punon me biokarburant. Kjo është fantastike. S'do të shkoj kurrë në një pikë karburanti. Këto makina janë fantastike. Ti ngasësh në rrugë me një aromë barbecue, është një mrekulli. E vërtet, e bukura është që jo vetëm që po blejmë karburant me një çmim të lirë dhe shpesh herë edhe falas, por edhe po përdorim një produkt të mbetur. Nuk ka më pika karburanti. Jo, mund të eci shpejt edhe kështu. Toke këtu. Marrim të vajin, e filtrojmë, e hedhim në një Mercedes të konvertuar dhe ngasim.